Njerëz, gjithsesi mendoj që nëse të falim, e veshim një këmishë të viktimës. Një farë lloj këmisha të viktimës. Unë po flas në përgjithësi në jetë, çka kam pa unë edhe çka shoh për çdo ditë me klienta. Shumica e njerëzve të cilët durojnë shumë, edhe falin shumë, flasin për viktimizim. Atëherë nuk kanë fal. Unë besoj se vetëm po do më dalë. Jo detyrimisht. Prandaj e thash, duhet fort. Hapet debati, mund të tani me fol. Nuk është viktimë, ti duhet me pas prandaj e ceka. Duhet kogja shumë me dash veten, me punu me veten, mu vedisu edhe me punu me emocione për me fal. Momentin si ti je jaft për me fal, ti je shumë i guximshëm sepse nuk është e lehtë, është kogja e vështirë me punu në këtë aspekt edhe me fal. Mu liru për i këtyne ndjenjave që ty të kanë shkaktu një dëm shumë të madh, kjo është lloj rikuperimi që jo çdo njeri e arrin. Prandaj njerëzit si falin, unë nuk po flas në aspektin okej, ta kom fal, është diçka tjetër. Nuk ka të bëj me personin tjetër, siç e tha, këtu e cekë shumë mirë. Nuk ka të bëj me personin tjetër, ti në raport me veten tënde, ti je rahat që ti emocionalisht je qetësuar. Nëse thojmë nuk ka të bëjnë me personin tjetër, do të thotë që unë e kam të dashurin tem, i cili më ka lënduar, supozojmë, flasim hipotetikisht, e kemi një raport burri, i dashuri, me ka lënduar, unë e kom fal jo për to, po për vete. Kjo është. Okej, a mes në atë raport, apo ndahem? Këtu është Këtu problemi sepse... Këtu varet mënyra se si e përjeton tjetri lëndimin, edhe mënyrën se si arsyeton individin. Neve paraprakisht duhet t'i marrim parasysh si neve jemi njerëz, jemi të gabueshëm, edhe mënyra se si ka ndodhur gjëja. Nëse vërtet lëndimi, unë mendoj si në shumicën e rasteve këta njerëz si falin, edhe si e kanë këtë aftësinë emocionale me fal, jo që nuk dojnë me vazhdu në atë lidhje, po pastaj ajo gjendja e tyre emocionale nuk përkon me atë personin që e ka lëndu, prandaj në shumicën e rasteve këta njerëz nuk funksionojnë bashkë, jo pse nuk e ka fal, po për shkak se nuk e toleron momi ndodh prapë njëjta gjë, për këtë arsye mundësia është diçka tjetër, falja është diçka tjetër. Qysh po thoj këta, qysh po kuptoj unë, janë dy lloje të faljes, një falje false, një falje origjinal. Jo, kjo është shumë origjinal. Emocionalisht Domethënë, nëse ti e ke fal, që deshta me ndërlidhën me mesëve dy. False për shkak të ndinit, nëse thot Zoti, apo të ja lo Zotit, po ta falim me ushliru. Jo, atë vetja tha shumë mirë. Tha nëse ti e fal me vetdije, ti nuk je viktimo. Po nëse nuk je viktim, atëherë ai mundet mi bën 1 milion herë s'ka me të lëndu mo. Po ta shpjegoj shumë thjesht. Ç'ta po ta shpjegoj shumë thjesht. Nëse ti punon me vetveten edhe e ke nivelin e mjaftueshëm të vetdijes,